Shumica në zëra Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 15, cilën autori Allah rujt mërton emthalul Kur'an. Shembuj që Allahu i sjell në Kur'an. Dhe në këtë temë sjell hadithin që transmetohet në Buhariu dhe Muslimi prej Ibn Umerit radhiyallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Akhbiruni bi shajaratin mathaluha mathalul muslim." Më tregoni për një pemë që shembulli i saj është sikurse shembulli i muslimanit. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha wa la tahuttu waraqaha. Pemë e cila i jep frutet e saj çdo herë, në çdo kohë, pa vazhdimisht, dhe kur nuk bien gjethet e saj. Dhe Ibn Umeri radhiyallahu anhu ma thot mua më shkoi mendje që është po pyetja për sa ka të bëjë me hurmën, po pemën e hurmës. Mirë po thot nuk deshta me fol për arsye se aty ishin prezente Abu Bekri dhe Umeri dhe ata nuk falën. Kështu që thot pastaj pejgamberi sa u përgjigj ka thonë hiya nakhlatu. Kjo është pema ose palma e hurmës. Dhe kur dola prej atij mezhlisi, i tregova babait tim për Umerit, thash: "O baba im, mua më shkoi mendje që është fjala për hurmën." Atëherë Umeri ka qortu, thot: "Çka të pengoj që më e dhon përgjigjen?" Po sigur të ishe përgjigjur, kjo do të ishte më e dashur për mua se kaq, domthon Superman këtu, çka ka specifikuar Umeri, mirë po sa shumë gjëra tjera. Mirë po thot Ibn Umeri mua më pengoi që flesja nga se të pa shtyj Abu Bekrin aty që ishin prezant dhe asnjëri nuk u përgjigjet. Kështu që nuk më pëlqeu që unë më i ri pra me dhon përgjigje. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur si tefsir apo komenti ajetit ose ajeteve që kanë në surën Ibrahim, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama." Thot, a nuk e ke pasur se Allah ka sjell shembullin për fjalën e mirë e ka përqas, pra ka krahasu me pemën e mirë, që rrënjët e saj janë thellë në tokë, të forta, ndërsa degët e saj ngriten lart në qiell. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha. Pemë e cila frutat e saj jep çdo kohë me lejen dhe vullnetin e Allahut, Zotit të saj. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dhe kështu thot Allahu sjell jep shembuj për njerëz që ata ndalen edhe të mendojnë, po të kujtohen edhe të reflektojnë. Ky shembull që ka ardhur për këtë ajet dhe në këtë hadith është vërtet një shembull madhështor i mrekullueshëm që na jep dobi të mëdha, dobi të shumta. Për arsye se domthon ky shembull ose shembulli që sjell këtu vjen përputhje të plotë me kuptimin e domethënë për çka ka ardhur ky shembull. Dhe pam që Allah subhanahu wa taala pra filloi ajetin tha: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan." A nuk e ke pasur se Allah ka sjell një shembull? Pra nuk e ke pasur qëllimin, nuk e ke pasur me sytë e zemrës. Po me ditë se si Allah subhanahu wa taala ka sjell këtë shembull dhe ka bërë këtë krahasim, po këtë përshasje për fjalën e mirë, që është fjala e imanit. E pastaj në fund e pam që Allah tha: "Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Dhe Allah kështu pra jep shembull i vazhdimisht për njerëz në mënyrë që ata të ndalen dhe të mendojnë, po të kujtohen. Pra qëllimi i sjelljes së këtij shembulli, edhe tjerë për shembull që Allah i jep edhe i sjell në Kur'an, është që njerëz të kujtohen. Po njerëz të kthehen ose Allah ka për qëllim që mi thirr njerëz që është të reflektojnë dhe të marrin mësime, udhëzime, edhe të kuptojnë fjalët e Allah subhanahu wa taala kur ja u sjell dhe ja jep këto shembuj. Prandaj nuk ka dyshim se përderisa Allah këtë ajet pra ka filluar dhe ka përmbyll në këtë mënyrë, po që qëllimi pse Allah ka sjell këtë shembull pra që njerëz përkujtohen, po të reflektojnë kështu më radh. Ky fillim dhe ky mbarim e ajetit neve na nxit në mënyrën më të fortë dhe më të madhe që ne më mësu këta shembuj. Edhe mi kuptu ata. Po kjo na tregon për rëndësinë që e kanë shembujt që Allah subhanahu wa taala i sjell në Kur'an. Po ashtu na tregon edhe për rëndësinë e mësimit të tyre dhe të kuptimit të këtyre shembujve. Për arsye se këta shembuj janë prej argumenteve dhe provave më të forta që tregojnë për imanin, po besimin e Allahut subhanahu wa taala. Për argumente që
i përfshin Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Përmes këtyre shembujve sqarohet realiteti i imanit. Përmes tyre pra shpjegohen detajet edhe degët e imanit. Dhe përmes këtyre shembujve shfaqen frytet edhe dobitë e imanit. Po siç e dim shembulli ose krahasimi është kur dikush flet për një gjë, do me fjalë që i përngjajnë fjalëve që flet për një gjë tjetër me selave ka ngjashmëri. Po përmes këtij krahasimi sqarohet edhe specifikohet ose sillet si sqarim ose si përshkrim, si ilustrim njëra prej këtyre dy gjërave që krahasohen me njëra tjetrën. Prandaj çu thot pra Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft, nuk ka dyshim që sjellja e shembujve është një gjë që është e dashur për mendjen, po mendja gjen prehje kur i lexon apo kur i dëgjon këta shembuj. Për arsye se gjërat që janë në mendjen e njeriu, pra shembujt i parafrojnë me gjërat që i sheh njeriu me sytë e tij, pra që i prek me shisat e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë, siç e dim, pra fjalët e Allahut subhanahu wa taala përmbajnë edhe përfshin provat më madhështore dhe dëshmitë më bindse. Allah thot wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Këta janë shembuj që ne i japim, i sjellim për njerëz, mirë po thot këta shembuj i kuptojnë vetëm të diturit. Këta shembuj i kuptojnë vetëm të diturit. Po Kur'ani, nëse lexojmë pe fillimin deri në fund, i ka sjell Allah për mi 40 shembuj. 40 ca shembuj janë në gjithë Kur'anin që i ka sjell Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye disa prej selefit kur e kanë lexuar një prej këtyre shembujve që Allah ka sjellë në Kur'an edhe nuk e ka kuptuar ka çajt. E ka thonë me këto po kuptoj që unë nuk jam pi diturve, nga se Allah po thotë këta shembuj i kuptojnë vetëm te diturve. Prandaj edhe këta dhe Allah më shoft ka thonë ya'qilu anillahi al-amthal, mundoni mi kuptu thell, pra mi kuptu mirë që çdohet shembuj që i sjell Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe që është pra Allah subhanahu wa taala ka sjell shembuj të shumë, krahasime të shumta në Kur'an. Shumica atyre flasin për sqarimin e tauhidit, edhe i vendosin themelet, bazat e imanit, dhe tregojnë kotësinë e shirkut, idhujtarisë. Dhe nuk ka dyshim se nëse njeriu ndalet edhe mediton rreth këtyre shembujve që i ka sjellë Allahu në Kur'an, ky meditim e bën që mu ngjallëru zemra e tij. Ky meditim bëhet shkak që njeriu zgjohet ose zemra e tij zgjohet pasi që ka qenë në shkujdesje edhe në përhumbje. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala shprehon pra në ajetin më lart thotë: "Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah sjell shembull për njerëz që ata të kujtohen, pa të reflektojnë. Po ashtu ka thënë surën Zumar: "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun." Po ngjashëm me ajetin më lart. Do të vërtet në këtë Kur'an kemi sjell shembuj për njerëz për çdo gjë. Për çdo gjë që është e nevojshme për fenë e tyre, imanin e tyre, kemi sjell shembull të Allahut në mënyrë që ata të përkujtohen, në mënyrë që ata pra kthehen edhe të reflektojnë. Dhe pra çështë tham kuptimi apo qëllimi i shembullit është që ato gjëra që janë abstrakte, po që vinë në formë të kuptime domethënie pra më ja parafru mendjes se njeriu që mi pa përmes një gjëje që krahasohet që është konkrete, pra që preket me shisë. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot: "Daraba lakum mathalan min anfusikum." Për shembull, në surën Rum. Allah ka sjellë shembull prej vetes së juaj. Po prej vetes juaj që ju e shehni ato ose kuptoni në veten e juaj. Prandaj pra në Kur'an kemi shembuj të shumë që besimtarët i besojnë, po besojnë këta shembuj dhe i kuptojnë që janë këta shembuj janë e vërteta prej Allahut subhanahu wa taala. Po përmes këtyre shembujve Allahu subhanahu wa taala i udhëzon besimtarët në rrugën më drejtë, në rrugën më të vërtetë. Dhe përmes këtyre shembujve përmirësohen zemrat e tyre edhe veprat e tyre. Prandaj Ibnul Qayyim Allahu më shoft thot, sjellja shembujve në Kur'an pra sjell dobi dhe përfitime të shumta. Për tyre është çështë e pa më lart thot et-tadhkir. Po që Allah don njerëz po t'i kthehen mendjes, t'i kujtojnë dhe të reflektojnë kur lexojnë tash. Wal wa'd, të marrin këshilla për këtyre shembujve. Gjithashtu thot ka tash shembuj ka nxit edhe inkurajim për vepra të mira kështu më radh. Ka edhe zëgjër, po çortim. Po përmes këtyre shembujve Allah i çorton njerëzit edhe bëhen shkak që ata mu frenu dhe më ndal veten e tyre pe gjëna dhe mëkateve.
Voli i'tibar thot në këta shembuj do njerëz nxjerrin dhe mësime të shumta. Mo takrir, pra do vërtetohen shumë ose do të thonë që tham vendosen shumë themelet vërtetës ose të imanit, besimit, tauhidit e kështu me radhë. Thot edhe i parafrohet mendjes, domethënia cilën e ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala kur e sjell atë shembull, po është mendja ka pasaj më të lehtë me kuptu ato. Prandaj thot këta shembuj Allahu subhanahu wa taala i ilustron ose i sjell, domethënë i përshkruan në formën e gjërave që thamë që janë të prekshme, që janë konkrete. Në mënyrë që këto gjëra pasaj përmendjen me qenë sigur se gjërat konkrete përshqisat, po me qenë shumë të kuptueshme dhe të pranueshme përmendjen. Thotë edhe disa prej shembujve në Kur'an ka mundësi më ardh, thotë edhe me përfshi sqarime, të cilat e tregojnë dallimin në shpërblim. Po që disa njerëz Allahu subhanahu wa taala i lavdron ose disa vepra e disa tjerë në çmon. Disa i shpërblen, disa i dënon. Disa çështje Allahu subhanahu wa taala i zmadhon, do të tregon rëndësinë e tyre, disa pra i nënvlerëson ose i nënçmon. Disa çështje Allahu subhanahu wa taala përmes tyre shembull dëshiron me vërtetu ato, e disa tjera do të dëshiron me tregu pasaktësinë ose me tregu kotësinë e tyre. Dhe ne inshallah son do ndalemi me një shembull që Allahu subhanahu wa taala sjell në Kur'an që na shpjegon dhe na sqaron ndikimin e fortë pra të fuqishëm që e ka Kur'ani në zemrën e njerëzit. Për shkak se çdo më marrë ndërsën e kaluam, pra Kur'ani përfshin ajete të përkryera, këshilla, dohon bindse ndikuese, edhe udhëzime të dobishme që patjetër kanë ndikim të fuqishëm në zemër. Allah subhanahu wa taala thon surën Hashr ajetin 21: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Sikur ta zbrisnim këtë Kur'an mbi një mal, atëherë do të shehja atë mal të për ulur edhe të coptuar, po të qarë, që ka fillu mu qarë, për ullet edhe ka fillu mu qarë, mu të coptu. Wa tilkel min khashyatillah, nga frika prej Allahut. Wa tilkel amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sot këta janë shembuj që na i sjellën për njerëz në mënyrë që ata ndalen dhe të mendojnë. Po të meditojnë rreth këtyre shembuj. Dietari i Abdulrahman Saidi, Allahu më shol kur e shpjegon këtë ajet në tefsirin e tij thotë Allah po na tregon se sikur ta zbriste Allah këtë Kur'an mbi një mal, atëherë patjetër që malin do ta shehet për ulur, në nështruar edhe të qarë, për frikës së Allahut subhanahu wa taala. Kjo thotë tregon për fuqinë e plotë që ka Kur'ani në zemrat e njerëzve. Për arsye se këshillat e Kur'anit janë këshillat më madhështore, që domthonë në përgjithësi që asnjë këshill tjetër nuk mund të krahasohet me këshillat e Kur'anit. Urnat e Kur'anit dhe ndalesat e tij përfshin edhe përmbajnë urtësi edhe dobi, të cilat nuk ndahen prej këtyre urnave dhe këtyre ndalesave, po shkojnë bashkë me të. Prandaj thotë të urna këto ndalesa janë ato veprat më të lehta ose çështjet më të lehta për shpirtat. Po gjithashtu thotë janë më të thjeshta të praktikohen për trupat. Nga se janë zhveshur dhe zbrazura për çdo teprimi, për çdo stërngarkese. Nuk ka në to kundërthënie dhe kontradikte. Nuk ka në ton vështirësi për realizimin dhe kryerin e tyre. Edhe këto urdhë dhe këta ndalesa vlen, pra janë valide për çdo kohë edhe çdo vend, edhe janë të përshtatshme për çdo njeri, për çdo individ. Pastaj Allah subhanahu wa taala, pra siç e pam, po na tregon se si do të ishte gjendja në mali nëse Allah do ta zbriste Kur'anin mbi atë mal. Pa çfarë ndikimi do të kishte të fuqishëm Kur'ani mbi atë mal. Çaj do të përulej edhe do të fillonte të çajë. Nëse kjo është gjendja e malin në raport me Kur'anin, pa ose ndikimin e Kur'anit mbi atë mal, pa mali i cili është shkëmbë, pra guri i fortë, i badëpretueshëm, po që do të çahej prej frikës të Allahut subhanahu wa taala, atëherë siç e dëron çështja me zemrën e njerit ose mundu më thonë me zemrat tona në raport me Kur'anin. Për këtë arsye Ibn al-Qayyim Allahu mshoft në një vend tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala i cili ka kriju malet, i ka sjellë në ekzistencë malet. Po na njofton neve se sikur ta zbriste mbi këto male fjalën e tij, pra Kur'anin, atëherë ato do të përuleshin ose edhe do të qaheshin për frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë ato sa çuditshme është çështja me këtë copë mishit të vogël, pra zemra e cila është më e ngurtë, më e fortë se sa këto male. Zemra i cila i dëgjon fjalët e Allahut subhanahu wa taala që vazhdimisht i lexon,
ku përmenet Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo zemër thot as nuk zbutet, as nuk tregon për ulje, as nuk kthehet ka Allahu subhanahu wa taala. Po zemër më e fortë, më e ngurtë se sa vetë mali. Prandaj po muslimani është obligim që me marr me nxjerr mësime për këtij shembulli që ka sjellë Allahu subhanahu wa taala. Me nxjerr pauzime, këshilla, edhe me punu, edhe me vepru në atë drejtim që Kurani me pas efekt edhe ndikim në zemrën e tij, duke përfituar prej udhëzimeve të Kuranit, edhe vazhdimisht me kontrollu veten e tij, po zemrën e tij a ka ndonjë mangësi, a ka ndonjë defekt në zemrën e tij në këtë aspekt, po pse zemra e tij nuk po ndikohet prej Kuranit, pse zemra e tij po është e ngurtë në raport me Kuranin, apo kur i lexohet Kurani, apo kur e dëgjon Kuranin e kështu me radhë. Dhe nuk ka dyshim që ndikimi i Kuranit në zemra është i kurzuar me meditimin e duhur edhe të mirë që do të më bëjë muslimani ajeteve të Kuranit kur i dëgjon ato ose kur i lexon. Po përsiatin që do të më pas mbi kuptimet e domethënies të Kuranit. Pra mi kuptu se ajetet e Allah subhanahu wa taala se çfarë ka pas për qëllim Allah subhanahu wa taala kur i ka zbritur këto ajete. Po nuk do të jetë hisja e muslimanit në raport me Kuranin vetëm me lexu Kuranin. Edhe kaq më mjafton. Patjetër dohet me meditu rreth Kuranit ose kuptimet e domethënieve të tij. Edhe nëse ka nevojë, që kemi thënë edhe ndersat e kaluara, po me meditu rreth një ajeti të Kuranit 24 orë të plota. Ndalo lexoj atë ajet edhe medito rreth tij, edhe nëse ti merr ajet ose meditim rreth tij 24 orë. Kjo është çështja e Ibn është më e dobishme për zemrën se sa me lexuani hatme. Nëse nalesh dhe lexon një ajet, të mundosh me nxjerr përfitime, dobi, kuptimet për atij ajeti. Nga se po të ndikuarit prej Kuranit edhe përfitimi për tij që është pra është i kurzuar mbi këtë gjë. Mbi meditimin e mirë dhe dur që do të më pas në ajet në kuptimet dhe domethëniet e tij. Për këtë arsye Allah na njofton neve që këtë libër pa Kurani ka zbrit që njerëz me përsiat me meditu rreth ajeteve të tij. Kjo është qëllimi i zbritjes së Kuranit. Allah në surën Sad thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kjo është një libër i bekuar që ta kemi zbritur ty në mënyrë që ata me meditu rreth ajeteve të tij, edhe thot ata që janë të mëshur mund dalë dhe me reflektu me kujtu pra me menduar rreth saj. Po ashtu kanë ardhur ajete shumëta që kemi lexuar në dersat e kaluara, të cilat na nxit Allahu subhanahu wa taala me meditu rreth Kuranit. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i kritikon ose i kundërshton për ata të cilët janë neglizhent në këtë aspekt. Po neglizhojnë leximin e Kuranit me meditim. Allah subhanahu wa taala në surën Nisa thot: "Afala yatadabbaruna al-Quran?" A nuk mo meditojnë ata rreth Kuranit? "Walau kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira." Sikur të ishte ky Kur'an pi dikujt të përveç Allah, do gjejnë atë kontradikta të shumta. Po ashtu në surën Muhammed thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" A nuk mo meditojnë ata rreth Kuranit apo i kanë zemrat e kyçura? Po akfal është dry, mi pa zemrat kyçura me dry, mbyllura me dry. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Mu'minun na njofton se meditimi rreth Kuranit, pra njeriu që është me përsion mbi kuptimet e domethënies të tij, është siguri që njeriu mos me deviju, me shpëtu pi devijimit edhe me qenë selamet, po në shpëtim prej të kotës. Allah thot: "Qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala a'qabikum tankisun." Pra kur Allah i çarton banorët e zjarrit, thot juve ju janë lexuar ajetet e mia, mirë po ju vazhdimisht tërhiqeshit mbrapa. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Thot duke u treguar kryelar të mendje madh, pra në raport me Kuranin, edhe duke folur për Kuranin të pavërteta, sikur dikush që tregon pralla dhe tregime gjatë natës. Pastaj thot: "Afalam yadabbaru al-qawla?" A nuk medituan ata rreth fjalës, pra rreth Kuranit. Po këto Allah sikur po thot, sikur të kishin dalë edhe të kishin medituar kuptimet e domethënies të Kuranit, atë nuk kishin tërhiq mbrapa. Nuk do të ishin prej të humburve. Po kjo na tregon se me lexu Kuranin me meditim, kjo që ka siguri për njeriu që mos me deviju, mos mu shmang për rrugës të vërtetë. Edhe që ka pra shpëtim për të prej lathitjes edhe mbrojtje prej të kotës, gjithashtu edhe është si fortifikat apo kështjellë ka la prej çdo të keqe, prej çdo sherri. Po ashtu e njëjta çështje qëndron edhe me kërku shërimin e zemrës përmes Kuranit. Allah subhanahu wa taala thot në surën Yunus: "Wa shifaa'un lima fi sudur."
Ky Kur'an është shërim për atë që është në gjoksa, për zemrat. Po ashtu në surën Isra thot: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Pi Kur'ani zbresim atë që është shërim edhe mëshirë për besimtarët, ndërsa keqbërësve ja ushton edhe më shumë humbjen. Keqbërësve, po jo besimtarë kështu më radh, ja ushton edhe më shumë humbjen. Po Kur'ani që ka shërim për gjoksat tonë, për zemrat tona, për gjitha smundjeve edhe hileteve të tyre. Po është shërim për smundjet e dyshimeve dhe smundjet e epsheve. Dhe në Kur'an ka zgjidhje për gjitha problemet me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e kësaj bote. Po në Kur'an ka zgjidhje ose pra njeriu merr forcë mi të kalu gjitha ato pengesa që i shfaqen në rrugtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po çështja më lart, pra njeriu nuk arrin në këtë nivel, në këtë grad që po me përfitu pi Kur'anit në këtë mënyrë përderisa Allah nuk i jep sukses dhe nuk e inspiron që me meditu dhe me presion mbi kuptimet dhe domethëniet e Kur'anit. Prandaj në bazë asaj që tha më lart, njeriu po besimtari duhet që ta ketë këtë qasje në raport me Kur'anin. Po në raport me Kur'anin muslimani ka nevojë që mi vepru 3 gjëra, mi përkry 3 gjëra. E para është më mundu me përkry leximin e Kur'anit. Po me lezu Kur'anin me mënyrën më të mirë, me rregulla kështu më radh. E dyta është më mundu me përkry kuptuarit e Kur'anit. Dhe e treta është që pra me mundu me përkry vepruarit me Kur'an. Po me bën formën më të plotë, më të përkryer. Ose që është një jetë ndryshe me pas ihsan. Po ihsan është me përkry një gjë. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala na ka paralajmëruar dhe na ka treguar vetëm që muslimanit po edhe tjerëve, mirë po çdo njeriu edhe jo besimtar, edhe muslimanë nuk i lejohet pra me braktis Kur'anin. Siç ka në surën Furqan: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe i dërguari tha: "O Zotim, vërtet populli im e braktisi këtë Kur'an si diçka të rryer." Po shpërfillë këtë Kur'an si diçka të rryer. Për këtë arsye Ibn al-Qayyim thotë që braktisja e Kur'anit është disa lloje. E para është me braktis dëgjimin e Kur'anit, edhe besimin e Kur'an, po kjo është te ju besimtarët. Që nuk dëshirojnë fare me dëgju Kur'anin, edhe nuk e besojnë Kur'an. E dyta pasaj është me braktis punuarit me Kur'an. Po e dëgjon Kur'anin, mirë po nuk punon me ta, nuk ndalet te halal dhe harami Kur'anit, po në kuptimin që me punu me halal dhe me braktis haramin. Edhe në thot nëse lexon edhe beson. Po është musliman, besimtar, mirë po e braktis punuarit me Kur'an. E treta është me braktis të gjykuarit te Kur'ani ose me Kur'an. Po që me qenë Kur'ani gjykatës për neve, gjyqtar, qoftë në bazat e fesë, qoftë në degët e fesë. Ose me besu, po thotë Ibn Qayyim me besu, që është besojnë disa sekte ose bidaxhin islam, që i atribuohen muslimanëve, që Kur'ani nuk jep, po ajetet e Kur'anit nuk sjellin bindje. Po ajetet e Kur'anit janë vetëm kuptimi i tyre është vetëm sipërfaqësor. Nuk arrihet përmes tyre dija dhe bindje. Allah na ruaj. Edhe e katërta thotë është me braktis meditimin e Kur'anit. Pra mos më mundu me kuptu, me ditë qëllimin e folësit, po në këtë rast Allahut, çka ka dashur me thonë me këto ajete. Dohon e braktisë e fare nuk merresh me këtë aspekt. Edhe e pesta thotë është me braktis të shëruarit me Kur'an. Po që sa më lart për gjitha llojet e zemrës, gjitha llojet e smundjeve të zemrës, dhe hileteve të zemrës. Po edhe do thonë me kërku edhe shërim me Kur'an edhe për smundjet fizike. Thotë kështu që njeriu kur e braktis dohon të shëruarit me Kur'an, shërimin me Kur'an, thotë ai shkon edhe kërkon shërimin te dikush tjetër përveç Kur'anit. Edhe në këtë mënyrë po e braktis Kur'anin. Këto që u përmendën më lart për llojet e braktisës Kur'anit thotë përfshihen ajetin në surën Furqan. Ku Allah tha: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe i dërguari tha: "O Zotin, vërtet populli im pra e morë këtë Kur'an si diçka, domthonjë që të rryer që e braktisë dhe shpërfil." Edhe pse thotë Ibn al-Qayyim, disa lloje të këtyre braktisëve janë më të lehta se sa disa tjera, po çështë e pam disa janë më të rënda, disa janë më të lehta. Sidoqoftë pra njeriu konsiderohet që e ka lexuar Kur'anin me lexim të vërtet vetëm atëherë kur i plotëson këto trija që u përmendën më lart. Pra që tham me përkry leximin e Kur'anit, të kuptuarit e Kur'anit edhe të punuarit me të.
Allah subhanahu wa taala në surën Bakara thot: "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih." Atyre që është dhënë libri e lexojnë Kur'anin me lexim të vërtetë. Ç'është e meriton Kur'ani të lexohet. Ç'e ka hak të lexohet. Thot këta janë që besojnë Kur'anin. Prandaj dietarët e kanë sqaruar që pra kanë shpjeguar që leximi i Kur'anit i përfshin çdo 3 gjëra që i përmendëm më lart, po që njëra prej tyre është edhe të punuarit me Kur'an. Pra ai që punon me Kur'an konsiderohet sikur ai i cili e ka lexuar Kur'anin, do thonë ashtu siç e meriton Kur'ani. Pra ai që për shembull që e fal namazin, edhe mundohet me përkry faljen e namazit. Po me fal namazin me ihsan, që ka thonë pejgamberi me pra me adhuru Allahun sikur po e sheh. Edhe pse Allah thotë nuk të sheh ty, edhe pse ti nuk e sheh Allahun, Allah të sheh ty. Gjithashtu kur agjeron me përkry agjerimin e tij, kur bën haxh me përkry haxhin e tij, kur tregohet i sjellshëm me prindët e tij, edhe këtë adhurim pra mundu me përkry mënyrën më të mirë, do të me sjellën më të mirë mu sjell me prindët e tu. Kur të jap sadaka, mundohet me përkry sadakën e tij. Këto pra konsiderohen prej leximit të Kur'anit apo leximit të vërtetë të Kur'anit. Nga se qështa me ndjek edhe me pasu ato që është në Kur'an, konsiderohet leximi i Kur'anit. Nga se në gjuhën arabe fjalat tilawa, përveç që ka kuptimin e leximit, ka kuptimin edhe pasimit, ndjekjes. Allah subhanahu wa taala në surën Shams kur flet për hënën, thot wal qamari idha talaha. Pasha hënën e cila talaha pra e ndjek, e pason diellin. Po mos i përndon dielli del hëna, po vjen mas tij. Prandaj pra realisht pasimi i Kur'anit ose ndjekja udhëzimeve të Kur'anit është leximi i Kur'anit. Po njeriu nuk konsiderohet se ka lexuar Kur'anin ashtu siç e meriton Kur'anit lexohet derisa nuk punon me Kur'an. Për këtë arsye ka në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet po te Muslimi thot: "Yu'ta bil Qur'ani yawm al-qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi." Do të sillet Kur'ani ditën e Kiametit dhe do të sillen njerëz të Kur'anit, pra i thtarë të Kur'anit, cilët kanë punuar me Kur'an. Pra, nëse vazhdon hadithi që do të sillet Kur'ani, pra do t'i parapri surja Bekara dhe surja Ali Imran, pra ata që i kanë lexuar këto dy sure, i kanë mësuar përmesh, pra ata do të jenë sikur dyra të bardha ose sikur dyra të zeza ose sikur dy tufa të zgjve, që do t'i mbrojnë ata, pra do të argumentojnë për ta, do të polemizojnë për ta. Pra dietarët kanë dhënë shpjegime që pra i mbrojnë për zebanieve, pra aty në me lekëve në dëshkimet, apo për zjarë xhehenamit, apo për nxehtësisë asoj dite, pra ju bëhen si hije, e kështu më radhë, pra për tmerrave dhe frikave të ditës së Kiametit. Se do që këto beshohen që pejgamberi sa me ka kurzu. Pra ata që e fitojnë këtë shpërblim, thot, alladhina kanu ya'maluna bihi, ata cilët kanë punuar me këtë Kur'an. Kjo është kushti. Pra njeriu nuk konsiderohet që është pasues apo i thtarë i vërtet i Kur'anit përderisa nuk punon me të. Edhe është mirë njohur që të punuarit me Kur'an vjen si rezultat i meditimit edhe presjatës mbi kuptimet e Kur'anit. Po me kuptu Kur'anin. Po njeriu që është tham nuk konsiderohet po që ka hisën Kur'an, po hisën të vërtet vetëm nëse e lexon Kur'anin. Po vetëm nëse mundohet mi shqiptu drejt shkronjat e tij. Mirë po, atëherë kur ju përmbahet kufive që i kanë vendosur Kur'anin, pra që nuk i kalon kufit të Kur'anit, këto konsiderohet që ai është pra për njerëzve ose pjesëtarëve të vërtet Kur'anit. Prandaj Hasan al-Basri Allahu shoh ka thonë: "Unzila hadha al-Qur'anu liyu'mala bihi, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan." Ky Kur'an ka zbrit që të punohet me të. Mirë po njerëz sot leximin e Kur'anit e bën punë, vepër. Pra, të punuarit me Kur'an e kanë konsideruar vetëm leximin e Kur'anit, jo më shumë. Mirë po që është thamë deri tash, po Kur'ani ka zbrit që të punohet me të. Ka se në Kur'an pra ka udhëzime, cilat i nxjerrin njerëz për errësirave në dritë. Po ka mësime, cilat i drejtojnë njerëz ka e vërteta. Po Kur'ani është udhërrëfys edhe sqarues, pra që na sqaron neve adhurimet që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu nuk ka mundësi pra ta realizojë këtë gjë, që sa përderisa nuk ndalet dhe mediton në mënyrën më të mirë dhe më të plotë rreth Kuranit, dhe gjithashtu mundohet me punu pra sa më shumë ose në mënyrën më të plotë me atë që na tregon edhe na udhëzon Kurani. Prandaj vërtet ne pra ose zemrat tona kanë nevojë për këtë Kuran,
Po ka nevojë me njoftë madhështinë e këtij Kuranit, me kuptu pozitën e lartë që ka ky Kuran, edhe me uzu përmes udhëzimeve të tij, me ju përmbajt po ato këshillat apo gjërat për cilat na fton Kurani. Edhe përmes cilave përmirësohen pra njerëz, përmirësohet besimtarët musliman arrin shpëtimin këtë botën tjetër, por gjithashtu arrin edhe lumturinë. Po vetëm përmes Kuranit njeriu mund të arrit lumturinë këtë botë dhe botën tjetër. Edhe ai që ndihmon njeriu me realizu këtë synim kaq lart është me mundale dhe me mendu, me kuptu se ky Kuran është fjala e Allahut subhanallahu. Po është fjala e Zotit botë, krijuesit të këtë krijesave. Po ky Kuran është zbritje, pra që ka zbrit ai që është i lartë, edhe që është i urtë. Edhe ka zbrit si udhëzim për njerëz, që është thamë drejtësh. Mi përmisu njerëz, po që është thamë nxjerr për errësirave në dritë. Po ashtu mi njoft pra ato cilësitë edhe tiparet madhështore të këtij Kurani, cilat pra gjitha tregojnë që është thamë për pozitën e lartë që ka ky Kuran, po vendin e madh që ka te Allahu subhanahu. Po kjo dije, kjo njohuri e njeriu rreth Kuranit është si ndihmës për të që mu dhon edhe mu jap sa më shumë në kuptimin, meditimin edhe përsiatin mbi ajetet e Kuranit, gjithashtu mu uzu përmes udhëzimeve të tij madhështore. Allahu subhanahu wa taala në surën Maide i përmend disa prej këtyre cilësive apo tipareve, veçorive madhështore që i ka Kurani. Edhe thot: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Vërtet juve ju ka ardhur prej Allahut dritë dhe libër sqarues. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Përmes këtij Kurani Allah subhanahu wa taala, pra ata që e ndjekin kënaqësinë e tij, i udhëzon në rrugët e paqes, në rrugët e sigurisë, dhe i nxjerr për errësirave në dritë me lejen edhe vullnetin e tij, dhe i udhëzon në rrugën e drejtë. Po këto ajete, që është e pam, ose këto dy ajete, i përmendin 7 tipare ose 7 veçori të Kuranit. E para, Allahu po thotë ka ja'akum min Allah, ju e ka ardhur prej Allahut. Pra ky libër, Kurani ka zbrit prej Allahut, subhanallahu, prej Zotit të botëve. Po në kuptimin që Allahu ka folur me këtë Kuran dhe këto fjalë ka dëgjuar Xhibrili alayhis salam. Pastaj Xhibrili e ka zbrit ashtu siç ka dëgjuar prej Allahut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç thot Allahu në surën Shuara: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Vërtet ky Kuran është zbrit, është shpallje që është zbrit prej Zotit të botëve. Nazala bihi ruhul amin, cilën e ka zbrit shpirti besnik, pra Xhibrili. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin, e ka zbrit në zemrën tonë, pra i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ti të jesh pi paralajmëruesve. Dhe pastaj e dim pra pejgamberi sa më kanë dëgjuar sahabët, shokët e tij, pe sahabëve kanë dëgjuar pra tabienët, pe tabienëve gjenerata mas tyre tabienët, dhe kështu pra ummeti e kanë dëgjuar këtë Kur'an, pra të fundit e kanë dëgjuar pe të parëve, brez mas brezi, me zinxhir, me transmetime të sakta, të ruajtura, mbrojtura prej Allahut subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala ka thonë: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Vërtet ne kemi zbrit këshillën, pa Kur'anin, dhe ne do ta ruajmë atë. Pra Kur'ani ka mbeti ruajtur ashtu siç i ka shpall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk i mangson as një shkronjë, as nuk i ka shkuar as një shkronjë. E dyta, që po përmend Allah subhanahu wa taala për Kur'anin këto thotë është nur. Po është dritë, me cilën njeriu uzohet në errësira. Po është si një pishtar që njeriu pra që ecë në rrugë të rrët, e ndryshon rrugën e tij, edhe din ka me ecë, edhe shpëton pra përmes këtij ndryshimi prej domethënë gjëra që mundën me dëmtu ose mundën me çu drejt vdekjes. Prandaj nuk ka udhëzim veç se me dritën e Kuranit. Nuk ka mundësi njeriu me dal për errësirave me gjitha llojet e tyre dhe me shpëtu prej sherrave, prej këqijave, dëmeve, gjithashtu me gjitha llojet e tyre, veç se me dritën e Kuranit. Cilësia 3 dhe 4 bëhet Allah kitabu mubin, është libër sqarues. Po në gjuhën arabe fjala kitab vjen kuptimin me këtu, pra që është i shkruar, po është prej fjalës katb, që në gjuhën arabe ka kuptimin e tubimit, bashkimit. Po ky Kur'an është libër në kuptimin që i ka bashkuar të gjitha dijet. Po gjitha dijet që kanë bëjnë me fenë është fjala, i ka bë bashkë Kur'ani, i ka tubu, dhe gjithashtu i ka mbledh pra gjitha lajmet, historitë,
edhe gjithashtu edhe dispozita dhe ligjet që thamë deri tash folën më të plot, më të përkryer edhe më të bukur. Dhe Allah po thotë ky Kur'an, po ky libër është mubin. Po është sqarues, po se e sqaron të vërtetën. Po sqaron të vërtetën, e bën dukshme të vërtetën. Uzon ka vërteta, orienton ka vërtetë. Po i uzon njerëz ka rruga më e drejtë që është. Edhe nga rruga më e saktë dhe më e vërteta. Dhe në këtë Kur'an po ka sqarim gjithashtu për dobitë dhe interesat e njerëzve, gjitha. Po çdo gjë që është në dobi dhe në interes njerëzve, Kur'ani ka sqaruar. Qoftë nëse janë këto po dobi për çështjet e kësaj bote apo botës tjetër. Këtë gjitha janë të sqaruar në Kur'an. E pesta thot Allahu yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul as-salam. Përmes këtij Kur'ani Allah subhanahu wa taala i uzon të gjithë ata që ndjekin kënaqësinë e tij në rrugët e paqes, në rrugët e sigurisë. Po ky Kur'an që ka udhëzim edhe u rrëfys për njerëz në rrugët e paqes, kuptimin pra në rrugët e hajrit edhe shtigjet që quhen ka hajri, ka mirësia. E këto rrugë janë degët e imanit. Janë pra karakteristikat veçoritë e fesë, po që janë madhështore dhe janë të lloj-llojshme. Tipari ose veçoria e gjashtë po thotë wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnihi. Dhe me lejen e me vullnetin e tij Allah i nxjerr prej errësirave në dritë. Po ky Kur'an Allah ka bërë që Allah përmes tij i nxjerr njerëz prej errësirave që sa më lart me gjitha llojet e tyre. Po kemi errësirat e kufrit, errësirat e bidatit, errësirat e mëkateve, të ignorancës, gafletit, shkujdesit. E kështu me radhë, pra ky Kur'an për gjitha këtyre errësirave i nxjerr njerëz në dritën e imanit, në dritën e sunetit, në dritën e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, në dritën e dijes edhe dhikrit, po me kujtu me përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhe është ata si veçori e Kur'anit që e plotson gjithë këtë kontekst, Allah subhanahu wa taala thotë wa yahdihim ila siratin mustaqim, dhe i udhëzon në rrugën e drejtë. Pra në rrugën që është e drejtë dhe e qartë. Pra me cilës njeriu arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, kënaqësinë e xhenetit në botën tjetër. Dhe kjo rrugë e drejtë pra është feja e Allahut subhanahu wa taala. Feja që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur që njerëzit ta kenë si fe, pra feja islame. Pra Allahu siç e di nuk pranon, nuk është i kënaqur me asnjë fe tjetër përveç fesë islame që ka shpallë te njerëz përmes gjithë pejgamberëve. Siç thotë Allahu anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Vërtet kjo është rruga ime vërtet, kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndjekeni atë, pasojeni. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhe mos i ndjekni rrugicat anër saj. Nga sa ato ju përçojnë ose ju largojnë për rrugës të Allahut. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Me këtë thot Allahu ju porosit në mënyrë që ju të ruheni dhe të jeni të devotshëm. Prandaj ne në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që na furnizojë, na jap zemra të cilat e madhrojnë Kur'anin. Edhe kuptojnë pra madhështinë, pozitën e lartë që ka Kur'ani. Zemra që i kushtojnë rëndësi librit të Allahut, pra Kur'anit, meditojnë rreth tij, rreth kuptimeve domethënë të Kur'anit, uzohen ose ndjekin udhëzimet e tij. Vërtet Allah subhanahu wa taala është ai që i dëgjon lutjet tona, edhe ai që shpresojmë që ju përgjigj lutjeve tona, dhe Allah subhanahu wa taala është ai që na mjafton neve dhe mbrojtësi më i mirë, dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.